Kushtet e përkeqësuara të motit kanë shkaktuar problematika serioze në transportin detar, duke ndikuar drejt për drejt në lëvizjen e tragjeteve dhe mjeteve të vogla lundruese. Situata është paraqitur problematike veçanërisht në linjën detare me Italinë, ku për arsye sigurie janë regjistruar vonesa të konsiderueshme. Rreth orës 14:15 të ditës së hënë ka nisur embarkimi i pasagerëve në tragjetin e linjës Vlorë-Brindisi. Procesi i embarkimit është zhvilluar normalisht, por për shkak të kushteve të vështira atmosferike dhe fuqisë së lartë të dallgëve në det të hapur, autoritetet dhe kapiteneria kanë vendosur që trageti të mos niset menjëherë. Për arsye sigurie dhe për të shmangur rreziqet gjatë manovrave, pas përfundimit të embarkimit, trageti ka dalë në rad, duke pritur përmirësimin e kushteve të motit. Pas disa orësh pritje në rad dhe vetëm pasi kushtet atmosferike janë konsideruar më të përballueshme, trageti është nisur rreth mesnatës në orën 24 drejt portit të destinacionit në Itali, Brindisi. Udhëtimi ka vijuar pra problematika të tjera, ndërsa trageti ka mbritur në portin e Brindisit mëngjesin e kësaj të martë rreth orës 8. Në bord kanë udhëtuar rreth 800 pasagjerë dhe 240 automjete, ndërkohë duke marrë parasysh kërkesat e shumta të udhëtarëve, është mundësuar nisja e tyre, pikërisht gjatë mesnatës. I gjithë procesi i ditës së hënë është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me policinë kufitare, ndërsa autoritetet bëjnë me dije se nuk ka patur asnjë vonesë në procedurat e kontrollit dhe se menaxhimi i situatës është kryer në mënyrë të koordinuar. Megjithatë shqetësuese mbetet gjendja e infrastrukturës portuale. Kalata e portit nuk ndodhet në kushte të mira teknike, ndërsa mungesa e fenderëve, pjesët mbrojtëse prej gome që vendosen përgjatë kalatave, por bën një rrezik serioz sigurie. Këta element janë të domosdoshëm për ankorimin e sigurt të tragjeteve dhe mungesa e tyre rrit rrezikun për mjetet lundruese dhe pasagerët. Ndërkohë, për shkak të motit të paqëndrueshëm është pezulluar edhe lundrimi për anijet e vogla të peshkimit. Vendimi do të jetë në fuqi për të paktën edhe 2 ditë deri në fundjavë. Sipas parashikimeve, deri të dielën nuk priten kushte të favorshme për lundrim të sigurt për mjetet e vogla dhe të peshkimit, ndaj kapiteneria nuk ka lejuar që ato të dalin në det.